Mirë, faleminderit kolegë. Sot edhe ne si deputet, po edhe opinioni ishim dëshmitar të një teatrit panevojshëm në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, në regji të krye parlamentarit zotit Gashi, për shkak se kishte një tendencë që t'i pamundsohet zonjës Ilire Dauti që ta arsyeton ndërheqjen e vetë nga pozita e kryetares Komisionit për Politikë Sociale, Demografi dhe të ri, ndërheqje e deponuar sot me shkrem në orët e mëngjesit në Kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Rregulloria është e qartë. Në momentin që hapet seanca, kryetari i Kuvendit është i obliguar që ndërheqjen e deponuar me shkrim ta vendosi pikë të parë të rendit të ditës, në mënyrë që t'i jepet mundësia deponuesit të ndërheqjes që ta arsyetoj të njëjtën. Të gjithë e pam që një gjë e tillë nuk ndodhi, dhe përpasoj kolegja Ilire Dauti kërkoi fjalë në mënyrë që ta arsyeton ndërheqjen e saj. Megjithatë, kishte një tendencë refuzuese nga kryetari i parlamentit që ta mundson kolegen Ilire që ta bëjë një gjë të tillë. Megjithatë, pas koordinimeve, si duket edhe pas konsultimeve që i banën në partitë e shumicës, kryetari i Kuvendit më në fund, duke u bazu përsëris prapë në rregulloren e funksionimit të Kuvendit të vendit, mundsoi që zonja Ilire ta paraqet arsyetimin e saj. Ishte një moment ndoshta edhe qesharak që deputetët e shumicës nuk qëndruan në sallë gjatë fjalës së zonjës Ilire Dauti, si duket nuk duan të ballafaqohen me të vërtetën, nuk duan të dëgjojnë argumentet e forta dhe kuptim plota të arsyetimit të zonjës Dauti dhe për atë arsye e lishuan sallën. Mendoj që është rasti rrallë ose i paprecedent që deputetët e shumicës ta lëshojnë sallën e Kuvendit. Faleminderit. Ndani? Në fillim të funksionimit të kësaj përbërje qeveritare, në bazë të logjikës matematike përbërjes së deputetëve, ky komisioni ka taku frontit evropian. Ky komision vazhdon të takon frontit evropian, megjithatë fronti evropian ende nuk ka ndonjë vendim për shkak të zhvillimeve që ndodhen sot. Ne besojmë që në kohë shumë të shkurt, si grup parlamentar, do të kemi vendim dhe opinioni do të jetë i njoftuar për hapat e më të qeshëm rreth kësaj pozite. Jo, thash, sigurisht që zoti Ilir Demiri është zëvendës, po unë thash që nuk kemi vendim se si do të vepron fronti evropian rreth kësaj çështje. Mendoj se shumë shpejt, ndoshta edhe sot, po shumë shpejt, ne si front evropian do të kemi përgjigje rreth pozicionimit tonë rreth kësaj çështje. Znači, posle današnjeg slučuvanja, Evropskiot front во најбрзо можно време ќе завземе став, додека збориме немаме се уште јасен став за како ќе делува понатаму Европскиот фронт во однос на ова место во комисија. Мислам дека за многу кратко време ќе завземеме став и ќе бидете известени. Gjithçka është në lojë, megjithatë pa pas vendim zyrtar, mendoj që nuk është korrekte unë të interpretoj alternativat të mundshme. Faleminderit.